Detajet të reja janë bërë me dije nga aksidenti me pasojë vdekjen e një 7 vjeçari që ndodhi mëngjesin e sotëm në Mengël të Elbasanit. Burime nga policia bëjnë me dije se fëmia është përplasur pranë shkollës ku mësonte. Mësohet se shkaktari i aksidentit dyshohet të jetë regjizori dhe producenti Petri Bozo, djali i ish-deputetes së PS Lulieta Bozo, i cili është shoqëruar në ambientet e policisë për dhënë shpjegime. Policia dhe ekspertët ndodhen në vendngjarje për të hedhur dritë mbi shkaqet e aksidentit, ndërkohë në dëshminë e tij sipas banorëve të zonës, autori pretendonte se ka qenë duke lëvizur me vetëm 10 km/h. Ai tha se ishte duke ecur me 10 km/h. Tha, jam duke ecur në rrugë nacionale, kam të drejtën time, isha me 10 km/h, sqaroi banori i zonës, ndërsa shton se rruga është bërë shumë e rrezikshme në këtë lagje dhe se edhe më parë kanë ndodhur aksidente. Po sipas dëshmive të banorëve, automjeti që u përfshi në ngjarje dyshohet se lëvizte me shpejtësi të lartë, pavarësisht pretendimeve të drejtuesit të mjetit se po udhtonte me rreth 10 km/h. Pas aksidentit, banorët e zonës kanë ndërhyrë menjëherë për të nxjerrë fëmijën nga automjeti i përfshirë në ngjarje. Shoferi thoshte që është në rrugë nacionale, kam të drejtën time, kam qenë me 10 km/h, ka thënë shoferi. Në këtë rrugë ka ndodhur edhe një tjetër ngjarje e rëndë. Rruga është bërë shumë e rrezikshme në këtë lagje, u shpreh një banor i zonës, ndërsa një banore tjetër tha e kanë parë që ishte me shpejtësi maksimale, edhe pse ka thënë që ishte me 10 km/h. Erdhën gjithë burrat nga lokali, ngritën makinën që nxorën fëmijën, thirrën ambulancën, nuk erdhi. E morën me makina të rastit dhe e çuan në spital. Ambulanca erdhi pas 15 minutash nga momenti që fëmia u nis në spital. Rruga është shumë e rrezikshme, bën shumë aksidente. Aksidenti tragjik ka ndodhur në sy të nënës së fëmijës. 7 vjeçari është shkëputur nga dora e nënës në çastin kur ka tentuar të kalojë rrugën, ndërsa më pas është goditur nga automjeti që po lëvizte në aksi rrugor. Shoferi i automjetit është 61 vjeçari, regjizori i famshëm Petri Bozo, i cili tashmë shoqëruar nga efektivët.